Gjykata e Koçanit e ka pranuar kërkesën e prokurorisë dhe vendosi masën arresht shtëpiak për ish-ministrat e ekonomisë nga radhat e BD-s, Bekim Neziri dhe Valon Saraqini, të cilët u ndaluan disa ditë më parë nga policia, ndërsa për ish-drejtorin e Agjencisë për Mbrojtje dhe Shpëtim dhe ministrin aktual paresor, Shaban Saliu, ka vendosur masë paraburgimi efektiv prej 30 ditësh. Këto janë pjesë e masave për 19 personat e rinj të përfshirë në hetimin për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Përveç Saliut, paraburgim efektiv kanë marrë edhe 3 personat të tjerë, por prokuroria nuk bën të ditur emrat e tyre dhe as funksionet që kanë kryer. Përveç Saraqinit dhe Nezirit, në arrest shtëpiak janë edhe 4 personat të tjerë, ndërsa 8 të tjerëve u është caktuar masa e kujdesit. Ndërkaq nga prokuroria njoftojnë se sot është shqiptuar masa e kujdesit ndaj të dyshuarit të 19 për ngjarjen në Koçan, që me shumë gjasa është ambasadori i mashinisë së veriut në Norvegji dhe Island, Driton Kuçi, që njëherë është edhe ish-ministri i ekonomisë. Prokuroria Themelore Publike e Koçanit sot ka dorëzuar në gjykatën themelore në Koçan propozim për caktimin e masës së kujdesit për të dyshuarin e fundit, të 19, pas zgjerimit të hetimit për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan. Ndryshe, Ministri i Punëve të Brendshme i mashinisë së veriut të Pançi Tëshkovski, gjatë ditës së djeshme bëri të ditur se hetimi për zjarrin në Koçan, ku humbën jetën 61 persona dhe u lënduan rreth 200 persona, është zgjeruar më tej, duke i përfshirë në hetim edhe 19 persona të tjerë, ndër të cilët ish-ministra dhe zyrtar të tjerë. Në një konferencë për media së bashku me prokurorin publik Ljupço Kocevski, Ministri Tëshkovski njoftoi se në lidhje me zjarrin, hetimi po kryhet ndaj gjithsej 45 personave fizik dhe 3 personave juridik. Tëshkovski tha se të gjithë personat nën hetim dyshohen për krime të rënda kundër sigurisë së përgjithshme.